Libri që kam në dorë me titullin Shqipëria në sytë e studiueses britanike Edith Durham i kushtohet njërës prej figurave më të jashtëzakonshme që kanë lidhje me Shqipërinë, një udhëtarje të pashoqe të trevave tona. Ajo erdhi në Shqipëri në fillim të viteve 20 duke dokumentuar gjithçka që nga historia, kultura, tradita, doket, zakonet e popullit shqiptar dhe duke mbetur e mrekulluar dhe e mahnitur dhe duke u bërë të njohur ato mbar botës. Libri është një studim lidhur me veprën e kësaj britanike e të shquar me autor Sokol Gjokën. Zoti Gjoka, faleminderit që vini në një grush librash. Ju njohim si një diplomat karriere, si një ambasador dhe përfaqësues i shtetit shqiptar, po ja ku sillni këtë botim të një tjetër, do thoja unë, ambasadori të shkëlqyer të Shqipërisë. Dhe ky libër ka një histori të hershme dhe një lidhje të hershme tuajën me Edith Durhamin. Po, është e vërtet. Lejoni edhe mua t'ju falenderoj Bedi për mundësinë që më dhat për realizimin e kësaj interviste dhe natyrisht për të paraqitur përpara shikuesve tuaj, lexuesve të letërsisë shqipe po dhe letërsisë huaj, një libër i cili është një punim që në fakt unë e kam përgatitur para rreth gjysmë shekulli. Kur kam qenë student dhe me punimin që kam bërë, kam mbrojtur diplomën e universitare. Kështu që në kushtet aktuale, kur fillova të çlirohesha pak nga punët e mëdha shtetërore, thash pse jo të mos e rimarr si çështje dhe si temë për ta ripunuar dhe për ta sjellë përpara lexuesve shqiptar. Por edhe të huaj do thosha, sepse libri është në një kopje i botuar në dy gjuhë, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Dhe pjesa e pasme është në gjuhën angleze, ose mund të merret po, në të dyja krahët, secili lexues kur e merr në dorë e shikon si kopjen e vet në gjuhën që ai kërkon ta shfrytëzojë. Dhe në fakt origjinali ka qenë në gjuhën angleze. Kështu që unë e përktheva në gjuhën shqipe aktualisht përpara se ta nxjerrja në botim. Ky është libri i parë që unë botoj. Ju thatë që diplomat karriere, ambasador është e vërtet, por unë në një farë mënyrë kam qenë dhe njeri i letrave. Sepse kam pjesën, afërsisht gjysmën e karrierës time e kam në gazetari. Pra jam marrë me shkrime të llojeve të ndryshme gjithmonë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kështu që gazetaria më kishte mësuar që të komunikoja me lexues, po se po, por edhe për t'i hedhur sa më mirë dhe sa më qartë mendimet e mia në letër dhe për t'i bërë ato përveç se atraktive për lexuesit, për çdo lloj lexuesi, por natyrisht për të përcjellë edhe mesazhe. Kështu që rimarrja ta themi punimit që kisha bërë për Edith Durhamin kishte disa veçori. E para sepse Edith Durhami nëpërmjet librave që ka shkruar për Shqipërinë, por edhe si mesazhere e çështjes shqiptare dhe e çështjeve të Shqipërisë të përvuajtur në fillim të shekullit 20 dhe më pas në përpjekjet e saj, në luftën e saj për pavarësi, ajo i ka çuar për sallat më të mëdha të zhvillimeve ndërkombëtare, në auditoret më të mëdha, më prestigjioze, ku dëgjohej dhe zëri i saj, sepse ju e krahasuat me një ambasador dhe vërtet ka qenë e tillë, por duke sjell një Shqipëri realiste, një Shqipëri me problemet e veta, por një Shqipëri që i mbijetoi dallgëve të mëdha të historisë për kundër çdo lloji asimilimi. Dhe siç thotë edhe në një nga librat e saj për çështjen shqiptare, Shqipëria dhe shqiptarët thotë janë përballur me dallgë të mëdha, por ata kanë qëndruar si shkëmbi ku dallgët vinin, përplaseshin aty dhe shkërmoqeshin edhe përhapeshin përsëri. Ajo erdhi rastësisht në Shqipëri. Erdhi thjesht për të realizuar një rekomandim të mjekëve të saj, sepse kishte probleme shëndetësore dhe duhet të shkonte në zona malore dhe filloi udhimin e saj në Ballkan nga Mali i Zi. Por pastaj kur erdhi dhe shkeli Shqipërinë dhe u miqësua me shqiptarët dhe ju dedikua çështjes shqiptare, atëherë nuk u largua nga Shqipëria për rreth 20 vite. Për gjatë 20 viteve ajo ka parë shumë çka, ka dokumentuar shumë çka, duke u bërë dëshmitare e një periudhe të jashtëzakonshme zhvillimesh, por edhe një periudhe ku Shqipëria, karakteri i shqiptarëve ishte ashtu bruto,
i rrethuar nga malet, veçanërisht në zonat e veriut ku ajo qëndroi shumë kohë, duke vëzhguar zakonet e tyre, besën, kanonin, tradita që pak nga pak koha i ka bjerë. Ajo e ka studiuar me shumë intësi, veçanërisht pjesën veriore të Shqipërisë, ka zbritur dhe në pjesën jugore të saj, por kryesisht aty është përqendruar dhe ka jetuar me shqiptarët, çka do të thotë i ka perceptuar vetë të gjitha ato fakte të dhëna përshkrime që realizon në librat e saj dhe që natyrisht me skrupulozitetin e një britanikeje mundohet që t'i japi sa më realizëm. Madje ajo, me që ka bërë dhe disa fotografi, por nuk ishte shumë e apasionuar mbas fotografive, por mbas vizatimeve, ku i përshkruante pamjet që shikonte nëpërmjet vizatimit, sa që shumë familje dhe shqiptarë të asaj periudhe e shikonin me shumë interes këtë lloj perceptimi të realitetit dhe të hedhjes në letër, dhe i ka prezentuar vërtet me një realizëm shumë të madh. Ajo, kur pa problemet që po haste Ballkanin, veçanërisht fillimet e shekullit 20, mendonte se zgjidhja e çështjes ballkanike do të vijë nga kuptimi i thellë i kombeve që jetojnë në këtë rajon. Sa më mirë ti njohësh karakteristikat e këtyre kombeve, traditat e tyre, zakonet e tyre, aq më mirë mund të përqasësh atyre për të zgjidhur problemet me të cilat haseshin vende të ndryshme, kombe të ndryshme në rajonin e Ballkanit. Dhe ndaj dhe ajo i hyri me shumë thellësi karakteristikave, psikologjisë, mentalitetit, problematikave me të cilët ndesheshin veçanërisht shqiptarët në atë periudhë, bënte krahasime edhe me kombe të tjerë dhe natyrisht vinte në pa arritjet, veçanërisht kur kishte arritje, por thoshte edhe të metët me të cilët ndesheshin popullsitë lokale të atyre vendeve. Kështu që libri në vetvete është i mbështetur në 3 shtylla kryesore. E para, ku përshkruan preardhjen e shqiptarëve, preardhjen historike, dhe të dokumentuar me fakte historike ku ajo i kishte shkelur vetë këto zona që tregonin fakte, artifakte nga kultura e vjetër iliro shqiptare. Së dyti, luftën e shqiptarëve për pavarësi dhe kundër çdo lloji asimilimi të huaj, përfshirë këtu dhe shpalljen e pavarësisë në Shqipëri, ku Edi Durhami është takuar me personalitetet më në zë të kohës, përfshirë dhe Ismail Bey Qemal Vlorën, dhe së treti, traditat, zakonet, ritet e shqiptarëve, veçanërisht të pjesës së veriut, përfshirë dhe kanonin e Lek Dukagjinit. Zoti Gjoka, Edi Durhami i deshi shumë Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe ndonjëherë dashuria të bën edhe jo racional ose subjektiv. Duke qenë se Edi Durhami e trajton shumë çështjen shqiptare, ishte ajo objektive apo subjektive në këtë trajtim, duke qenë se kishte shumë afeksion ndaj vendit tonë? Unë mendoj që ajo erdhi si objektive, po më pas u apasionua e shumë sa natyrisht subjektiviteti i lindi natyrshëm për dashurim për shqiptarët, për zakonet, për traditat e tyre, por nga njëherë edhe për përpjekje të mëdha që bënin ata për të qëndruar si komb në vetvete, për të mos asimiluar, për të fituar lirinë dhe pavarësinë e munguar derisa e realizuan atë. Dhe këto karakteristika e bëjnë të veçantë Edi Durhamin, për cilën ne mendoj se duhet të tregojmë më shumë vëmendje, edhe si histori shqiptare, por në radh parë edhe si memorial i një mesazhereje të çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në organizatat ndërkombëtare të kohës, ku ajo e mbrojti me shumë pasion dhe dinjitet çështjes shqiptare të bazuar në fakte dhe me realitetin e kohës dhe natyrisht fitoi zemrat e politikanëve të mëdhenj. Ka dhe një meritë Edi Durhami dhe që duhet përmendur, fakti që ajo shkroi kaq shumë për Shqipërinë dhe shqiptarët në një farë mënyre ndikoi edhe në ndryshimin e perceptimit që të huajt kishin për ne. Patjetër, sepse shumë pak e njihnin Shqipërinë dhe shqiptarët të asaj periudhe. Përveç perandorisë austro-hungareze, e cila kishte qenë
në trojet tona, kishte menaxhuar Shqipërinë dhe shqiptarët në kushtet e një perandorie, që natyrisht kërkonte të vendosë sundimin e vet, por nga ana tjetër i hynte në thellësi edhe vlerave kombëtare të një kombi, dhe madje në këtë perandori filluan të ngriheshin më pas edhe qendrat e mëdha të albanologjisë, të cilat ushtrinë pastaj në të gjithë Evropën lindore, por edhe në perëndimore kryesisht, por kryesisht në Evropën lindore, ku kanë qenë ndër më të fuqishmet. Të qendra të tilla kanë qenë përveç se në Vjenë, në Austri, në Gjermani por edhe në Federatën Ruse, ku edhe sot e kësaj dite në Shën Petersburg, që unë kam qenë dhe kam shërbyer në atë vend, kam kontaktuar albanolog shumë të njohur rusë që janë marrë thellësisht me çështjen shqiptare dhe me kontribute për historinë e Shqipërisë, për kulturën e Shqipërisë, për gjuhën e Shqipërisë e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuadër ndaj dhe unë synova që ta sjell për lexuesit shqiptar, por jo vetëm, edhe për lexuesit anglisht folës që shfrytëzojnë një gjuhë huaj, historinë e paraqitur nga Edith Durham, pra për të treguar vërtet, si thosh, vizionin e saj, përqasjen e saj ndaj çështjes shqiptare dhe problemeve të Shqipërisë. Dhe ju e keni çuar të libër larg deri tek mbesa e Edith Durhamit. Rastisht u takova me mbesën e Edith Durhamit në vitin 1994, natyrisht nëpërmjet kontakteve të miqve të përbashkët, dhe po i thoshe që kështu kam lidhje diçka edhe me, si thosh, studiues britanik, sepse kam bërë një punim të veçantë për Edith Durhamin. Tha, ajo është tezja ime dhe më vjen shumë mirë që ju e keni marrë dhe punimet e saj janë futur në për, ta themi, analet studiuse të studiuesve shqiptarë. Natyrisht unë nuk pretendoja që të isha një studius i mirëfill, sepse isha në kushtet e një studenti, por e mora me shumë pasion punën, natyrisht të drejtuar nga pedagog shumë të respektuar të historisë, por dhe të letërsisë shqipe dhe asaj britanike, dhe kur ja paraqita si punim, më shkroi pastaj një letër falënderimi, ku vlerësonte punën, por nga ana tjetër thoshte që edhe unë se pas kam njohur aq mirë veprën dhe punën e Edith Durhamit. Zoti Gjoka, Edith Durhami ka meritën që na bëri të njohur ne në mbar botën, fal librave të saj për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin. Ajo vë në pa shpesh herë karakterin e fortë të shqiptarëve, veçanërisht të malësorëve me cilët jetoi, edhe i njohu shumë mirë, ashpërsinë e tyre. Por nga ana tjetër, edhe Edith Durhami vetë ishte një grua shumë e fortë, të jetoje në Shqipëri, në ato kushte, në atë periudhë aq të vështirë, duhet ishte një burrneshe vërtet. Dhe besoj që ajo ishte. Patjetër, dhe ajo i ka këto karakteristika, madje i ka demonstruar, jo vetëm që ka qenë në vende dhe në zona mjaft të vështira për të prekur edhe për të vajtur aty, ku udhtonte me orë të tëra me kal, sepse s'kishte mjete tjera të komunikimit, por ka qenë edhe dëshmitare shumë luftrave që zhvillonin shqiptarët. Ka vajtur në fushë betejë, madje aty në libër thotë që Det Gjon Lulin unë nuk e kam njohur, por ajo përshkruan karakterin e Det Gjon Lulit dhe luftrat që ai ka bërë për çështjen shqiptare, sikur të ketë qenë e pranishme, po ashtu edhe për Bajramcurin e kështu me radhë. Ndaj dhe, si thosh, karakteri i saj fort, ai skrupuloziteti që unë përmenda në fillim për t'i vajtur deri në fund fakteve dhe për t'i prekur me dorë në mënyrë që t'ishte sa më realiste, e kanë bërë atë të pranishme në shumë vise të Shqipërisë, veçanërisht të pjesës veriore, dhe natyrisht njohse shumë të mirë të karakterit, psikologjisë, mentalitetit, por edhe të heroizmit të shqiptarëve malësor, por dhe të pjesëve tjera të Shqipërisë. Përshkruar shumë aspekte të jetës shqiptare Edith Durham dhe unë do të lexoj njërin prej tyre që ju e keni vënë në dukje. Zonja Durham përshkruan me hollësi gjithashtu edhe përvojën e lindjes së fëmijëve.
Pra fillimin e një jete të re, ajo shkruan se fëmijët janë shitur për një kohë në Mallakastër në jug të Shqipërisë. Aty muslimanët e varfër ndonjëherë i dërgonin vajzat e tyre deri në Konstantinopoj dhe më është thënë se belerët shqiptar blinin nga nënat e tyre vajza shërbyese dhe në përfundim të shërbimit ose i dhunonin ose i martonin me ndonjë fshatar të pronës, me ndonjë të pronës të tyre. Kjo ka ndodhur edhe në Vlorë. Lindja e fëmijëve në Shqipëri, shkruan Durham, pritej me një trajtim tejet ignorant nga pikpamja shkencore. Dhe ajo kishte keqardhjet e veta për atë që ndodhte në Shqipëri. Patjetër, madje ajo përshkruan mjaft mirë dhe në detaje edhe problemet e shëndetësisë të popullatës që ajo vizitonte. Me çfarë probleme shëndetësore ata ndesheshin, si i kuronin plagët luftëtarët që vinin nga betejat, edhe si mundoheshin të parandalonin sëmundje të ndryshme, natyrisht duke përdorur mjete rrethanore, duke përdorur barrat, mjekësim popullore që sot ne natyrisht e kemi gjërësisht të zhvilluar, por unë e kam përmendur të gjë edhe në libër për të dhënë jo vetëm sëmundjet me të cilat ndesheshin shqiptarët gjatë asaj periudhe, por edhe mënyrat e kurimit të tyre, me ato mjetet rrethanore, me barrat dhe me ata mjekët popullor që ishin të kudo gjendur, por që i shkonin pranë familjeve dhe i ndihmonin për mbijetesën e tyre dhe për një jetëgjatësi moshe. Miss Durham ka përshkruar shumë detaje të jetës të shqiptarëve, të cilat ndoshta nuk do të na pëlqejnë, por ajo ishte objektive. Po, patjetër ka përshkruar si thush situata, problematika, karakteristika të popullit ton në ato vite që natyrisht një pjesë e tyre kanë qenë si thuash pro zhvillimit, që nxisnin zhvillimin, rritjen e mentalitetit, angazhimin e mendimit intelektual, se ka vizituar dhe qendra urbane, Shkodrën për shembull e ka njohur mjaft mirë, Korçën gjithashtu, edhe madje thot në libër edhe në veprat e saj që kur vajta në Shkodër ose në Korçë pash një civilizim si evropian, domethënë nuk kishte dallim me qytetet evropiane që ajo kishte vizituar, dhe mos harrojmë që kjo vinte nga Londra, pra një nga kryeqytetet, kryeqendrat e zhvillimeve evropiane. Por ka prekur edhe kanonin e Lekdukagjenit, ka prekur edhe çështjen e vllavrasjes, ka prekur edhe çështjet karakterit patriarkal, paternalizmit, problemet dhe si thush ndikimet e fesë nganjëherë që nëpërmjet radikalizmit e çonin popullsinë e atyre vendeve mbrapa në vend që ta çonin përpara. Kështu që i trajton dhe këto aspekte, por gjithmonë me një realizëm edhe me një këndvështrim si thuash pozitiv. Edhe optimist gjithashtu, dhe kjo është për të vlerësuar në veprën e Edit Durhamit. Zoti Gjoka, ju falenderoj shumë që ishit në një grush librash dhe faleminderit edhe për këtë këndvështrim tuaj lidhur me atë çka ka shkruar Edit Durhami për historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra Shqipëria në syt e studiueses britanike Edit Durham. Faleminderit. Faleminderit dhe sukses edhe juve.